Në ambientet e shkollës 9-vjeçare Spilleje për herë të parë, u zhvillua promovimi i librit dhe ekspozita kushtuar futbollistit dhe trajnerit të shquar Vullnet Dedej. Ky aktivitet i veçantë sill në kujtesën e qytetit një figurë të paharrueshme të sportit dhe edukimit shqiptar. Në ekspozitën e promovimin të librit ishin të pranishëm drejtori i shkollës Erviol Dhima, mësuesi i lëndës gjuhëshi Parberim Dumullaku, stafi pedagogjik së bashku me nxënësit si dhe gazetar shkrimtar dhe specialist të arsimit dhe kulturës, Fatmire Fica, Ramazan Hushi, Alime Hoxha Zonja, Dorina Tafa dhe Gretilda Ballabani. Në atelien dhe studion e tij ideali dhe trashëgimtari dinjitoz i familjes Ariel Dedej e ideoi dhe realizoi ekspozitën për vjetorin 20 të ndarjes nga jeta e Vullnet Dedej. Në ekspozitë u ekspozua mbi 100 fotografi që tregojnë fëmijërinë, rinin dhe karrierën sportive të Vullnetit, 20 piktura, 10 vizatime dhe 30 punime grafik dizajn. Të ftuarit dhanë opinione dhe kujtime mbi figurën e Vullnet Dedejit. Shpresoj që t'ju pëlqejë ky bashkëbisedim që do zhvilloj me dy të ftuarit për promovimin e librit të profesor Arielit me piktura dhe fotografi, ekspozitën që ai ka kushtuar teatrit të tij. Nuk është thjesht për Vullnetin, është një përgjithësim, është një personazh tip që tipizon futbollistin kavajës me ato cilësi të veçanta që e pëlqejnë në gjithë Shqipërinë, e kanë pëlqyer, e pëlqejnë gjithë Shqipërinë, atë shpirtin luftarak, ato cilësi të bukura që ka populli i Trevës tonë, qytetit dhe fshatrave. Edhe aty janë sintetizuar gjitha këto tipare nëpërmjet figurës së Vullnet Dedej, një sportist model, jo vetëm në jetë model, por edhe në sport model, për të marrë shembull nga brezat e tjerë. Unë kam bindje që ai libër do të pëlqehet. Dikur, ku isha në gjimnaz, kujtohet, vinin këtu në shkollë aty, edhe këtu nga Shpilleja, nga Greti, nga qenë Canzanës, që ma i men me emra u sot ata, vinin të shkretën në borë, në ftohtë, në shi, nga Greti, nga Shpilleja, vinin në Kavaj, në gjimnaz atje. Që ato orët e para nga herë vinin me vonesi, detyronim, ne sa mësuesi qonim ke baza produse atje që të ngrohe që i rjetë thanin atë ujnë e shiut. Du them këtë që, duke lidhë qik me futbolin, Kavaja kanë zirë futbolistë të shquar, janë nga qyteti, për ka dhe nga fshatrat, ka dhe nga Shvinej, ka dhe nga Kanapara e Shqipër, që ka leshe, ku dion ato Daiu, Fise. Do të doja që në të ardhmen edhe nga ky vend këtu të dilin nesër pas nesër futbollistët e ardhshëm. E bënte me shumë pasion punën e mësuesit. I thashë herën, po sikur Vullnet është të marrim, kishim klasa Bosch Shqipër atje. Bëjmë një klasë këtu, thashë ta bëjmë sallë ping-pongu. Që hyn në landën e fizikulturës gjithnjë. Sepse për të zhvilluar edhe llojet e tjera të jo vetëm futbolli, se voleybolli jep topin aty dhe ai nuk e bënte kështu, po në përgjithësi kështu bashkë, jep topin, fut në punë nxënësit edhe i kontrollon vet. Thash, po tha, shumë mirë. Vum tavolinën mos bezgjat rrjetën në një klasë, i hoqim ato tavolinat mes, vum stola anash. Jo vetëm nxënësit që punonin me qejf, vinin lunin me qejf, po filluan dhe mësuesit me lut me qejf aty. E kam fjalën tek masivizimi që kushtet e reja të shkollës do krijojnë edhe mundësi të reja për të përhapur më shumë atë sportin dhe pasionin, dëshirën për sport. Vullnet Dedej ish mësuesi im, një njeri që kishte një trekëndësh gjërash jo të vlerësueshme po në sytë të gjithëve, por që ishin modele të vërteta pune. Marr pjesën e parë. Ishte një mësues i edukimit fizik, një lëndë ku themeloi klasën e parë sportive në shkollën Fiqeri Kurthi në vitin 72. Vullnet Dedej ka qenë një futbollist i shkëlqyer. Ka luajtur me Besën e Kavajës, ku ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, si një mesfushor në terma sportiv quhet shkatrues, por ai bënte dy gjëra, edhe shkatronte manovrën e kundërshtarit, por edhe ndërtonte. Çka në gjuhën e futbollit quhet një punë e disafisht, sepse merret si, po them një fjali të një trajneri me emër që ka drejtuar në Kavaj, që ti jesh futbollist, pjesën tënde, pozicionin, ai e quante me një term të figurshëm, parcelën tënde e ke detyrë ta bësh. Problemi është bësh mirë diçka tjetër që lidhet jo me pjesën tënde që e ke detyrë, por me një pjesë më shumë se sa kaq. Dhe Vullnet Dedej bënte shumë më tepër se sa kaq. Pra, roli të tij fiks, që quhej mesfushor shkatrus. Madje këtë më mirë burrat e din, në veçanti zotëria, ka qenë një personazh shumë i madh i lirë për naska, edhe profesori e një. Lojtar fantastik, golashënues shumë vite me radhë i Dinamos, kur vinte në Kavaja i dridhej,
dridhej, e them hapur. Pse dridhej? Nga mbulimi i rrept, shumë i rrept, i Vullnet Dedejt. Dhe ai në kavaj, me Besën ka bërë më pak gola se me çdo skuadër tjetër në gjithë karrierën e tij. Çfarë tregon ky shembull? Për atë madhështi, për atë kontribut të jashtëzakonshëm, për atë shpirt gare, për atë karakter sportiv, për atë nivel të lartë të mënyrës se si vlerësonte lojën, panelën, tifozët, qytetin. Ky ishte Vullnet Dedej. Një kuadër, një njeri me një shpirt madhësi absolute. Gëzonte reputacion absolut në shkollë. Profesori e përmendi kur ushtua kjo fusha e ping-pongut. Por, për Vullnet Dedejn, jo vetëm ping-pongu, po të gjitha gjërat që kishin emrin sport, ai i dashuroi. E treta, nga shtyllat e Vullnet Dedejt, mendoj se përveç anës si mësues dhe si futbollist, ai ishte një trajner tepër i mirë. Dhe në veçanti, ky burr personalitetin e tregoi në ndeshjet ndërkombëtare që Besa luajti në vitet kur ai vërtet shkëlqente në punën e tij. Unë po ju them një shembull, kur Besa shkoi të luajë në finalen e Kupës Ballkanike në Greqi me Panionias, lojtarët Kavajas nuk janë quajtur thjesht lojtar, ata janë quajtur ambasador vlerash sportive. Ariel Dedej, djali i Vullnetit, por njëkohësisht edhe autori i librit shprehu për media. Unë dua të sjell figurën e babait tim për publikun, jo vetëm si futbollist, por edhe si një kryefamiljar i devotshëm edukator dhe një qytetar model. Ky projekt është një mënyrë për t'i transmetuar brezave të rinj vlerat e tij sportive dhe qytetare. Ajo që më shtyu më tutje ishte vetë karriera e babait tim. Kujt dëgjoj kur isha fëmijë, thoja hajtë një futbollist si gjithë tjerët. Duke u rritur, duke u shtuar argumentat, komentet për Vullnet Dedejn. Me bindjen time kur isha fëmijë, shikoja gjithmonë që një futbollist dhe kaq. Por karriera, CV-ja, kush ishte Vullnet Dedej, por edhe vetë si nxënës Vullnet Dedej është nga ato rrallë herë që mund specifikohen tek sporti ose më saktë janë në fazën e stereotipeve, që po ti je futbollist nuk je nxënës i mirë, ose po ti je nxënës i mirë, je dobët në fiskulturë. Kjo është një dokument i vitit 1963, dokumenti origjinal, që Vullnet Dedej ka qenë nxënësi ekselent në shkollë. Por gjithashtu edhe në gjimnaz, kur vazhdoi shkollën e mesme, Vullnet Dedej prapë ishte nxënës ekselent, edhe pse po shkëlqente në arenën kombëtare sportive. Edhe pse u bë një emër i lakmuar, qoftë në Kavaj, në Gjirokastër, apo edhe në qytetin e Durrësit. Dhe kur shef ose shikon elementet të kësaj natyre, që ti je edhe futbollist i suksesshëm, edhe nxënës ekselent, themi që kemi të bëjmë me rrallë herë nxënës dhe talente të cilët duhen promovuar. Duhen promovuar për të bërë model suksesi për brezat në vazhdimsi, sepse thash dhe njerë që i shikojmë sikur nuk shkojnë, është ai paragjykimi që ne i paragjykojmë që po që je futbollist je nxënës i dobët dhe po që je nxënës i mirë je i dobët në fiskulturë. Vullnet Dedej i kishte të dyja. Besoj se thash argumentin që në fillim pse shkruajta këtë libër, është një aktivitet i bërë 2 vite më parë, ku ne bëm një ekspozit për vjetorit të 20 të ndarjes nga jetat babait tim, apo ndryshe siç e kemi cilësuar dhe në libër të Vullnet Dedejt. Kemi prezantuar punime grafike të cilat kanë qenë gati mbi 100 punime grafike të cilat ne kemi prezantuar sot këtu, po janë vetëm disa, dhe kemi sjell disa piktura, po janë prap disa se është një pjesë tjetër pa ekspozuar, të cilat e kemi rikonceptuar dhe një herë sërish këtu për të sjellë pak atmosferën e para 2 viteve në promovimin e librit. Dhe ky libër ka dalë me komentet të cilët kanë qenë të pranishëm në atë aktivitet dhe janë hedhur të gjitha në libër. Pra është bërë një përmbledhje me shkrim të asaj ekspozite që ka ndodhur atje. Të vegjël që morën pjesë në aktivitet pan përpara syve të tyre modeli në një ish nxënësi me rezultate të larta akademike, dhe njëkohësisht paralel me shkollën ai gjithashtu po shkëlqente edhe si lojtar i ri në radhët e ekipit Besa.
Ekspozita dhe promovimi i librit i rikujtuan publikut për energjinë dhe pasionin e Vullnet Dedeit si dhe ndikimin e tij në formimin e brezave të rinj, si mësues i lëndës së edukimit fizik dhe si trajner i ekipeve të futbollit. Si mësues ai kaloi 3 shkallët e kualifikimit: mësues i kualifikuar, mësues specialist dhe mësues mjeshtër. Vullnet Dedei nuk ishte thjesht një futbollist apo trajner. Ai ishte një shembull i përkushtimit të edukimit dhe pasionit për qytetin e tij. Ai la gjumë të pashlyeshme edhe si familjar, duke ndërtuar ura të forta komunikimi me brezat dhe komunitetin, gjithmonë me një stil mjaft efikas dhe me plot kulturë solli këtë respekt mbar qytetar. Në këtë mënyrë, përmes ekspozitës dhe librit të realizuar nga Ariel Dedei, figura e Vullnet Dedeit rikthehet për publikun, jo vetëm si futbollist dhe trajner, por edhe si edukator dhe shembull qytetar. Trashëgimia e Vullnet Dedeit frymëzon dhe orienton çdo gjenerat të re drejt edukimit, sportit dhe qytetarisë së ndershme. Kjo është një kujtesë e gjallë për Vullnet Dedei, një emër që mbetet i gdhendur në historinë e futbollit kavajas dhe në atë shqiptar. Jeta dhe karriera e tij sportive nuk ishin vetëm ndeshje dhe gola, por një rrugëtim për kushtimi pasioni dhe për ulësie që frymëzoi breza të tërë futbollistësh. Një amanet që Vullnet Dedei la pas ishte: të mos harrojmë kur se futbolli është më i bukur kur luhet me zemër, me pasion, me ndershmëri dhe me dashuri për fanellën që mban mbi supe dhe qytetin të cilin përfaqëson.